Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info D. Urime të gjithë muslimanëve në mbar botën, festa e Kurban Bajramit dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë në Kosovë, Shqipëri e diaspor, me urimin që kjo festë jetë bashkim i gjithë shqiptarëve, një fest e solidaritetit dhe sakrificës. Për të folur më shumë rreth kësaj teme të Kurban Bajramit, por edhe festës Bajramit në përgjithësi, edhe të atij që e festuam para më shumë se 2 muajve, do të flasim sonte me imamin Bekim Jashari, por së pari ta ndjekim urimin e Muftisë Kosovës Naim Tërnava, që bëri ditën e djeshme me rastin pra të këtij Kurban Bajramit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Nesër është dita e Kurban Bajramit. Andaj kam kënaqësinë që sot në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, institucioneve të saj edhe në emrin tim personal, të që ju drejtohem me përgëzimet dhe urimet më të mira për këtë festë madhështore të Kurban Bajramit, me bindje shpresë që nesër Bajramin ta presim e ta përjetojmë në formën më të mirë të mundshme. Kjo natë e bekuar na rikujton madhështinë e besimit, fuqinë e sakrificës dhe vlerat që e mbajnë të fortë familjen, shoqërinë dhe kombin tonë. Kurban Bajrami lidhet ngushtë me adhurimin më madhështor të haxhit, me qëndrimin në Arafat. Sot është dita kur miliona besimtarë nga mbar bota bashkohen në lutje për ulësi dhe kërkim faljeje para krijuesit në rafshnaltën e Arafatit. Qëndrimi i cili na mëson barazinë mes njerëzve, pastërtinë e zemrës dhe nevojën për të kthyer gjithmonë tek paqja, drejtësia, mëshira e solidariteti. Zoti Xhalleshanuhu thotë: dhe për hir të Allahut, vizita e Qabës është obligim për ata që kanë mundësi ta përballojnë rrugën. Kjo festë bart në vete edhe simbolikën e kurbanit, një akt i lartë, bindjeje, sakrifice dhe afërsie me Zotin e Madhrishëm. Kurbani na kujton se njeriu fiton vlerë kur di të ndajë nga vetja për të tjerët, kur ndihmon nevojtarin, kur afron zemrat dhe forcon solidaritetin mes njerëzve. Zoti i Madhrishëm thot: me të vërtet, ne të kemi dhënë ty begati të shumta, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe prej kurban. Të nderuar vëllezër e motra, sot më shumë se kurrë kemi nevojë të ruajmë traditat tona më të mira, të forcojmë familjen si themel të shoqërisë dhe të kultivojmë respektin, dashurinë dhe kujdesin për njëri tjetrin. Bajrami është festë që bashkon gjenerata, hap dyert e zemrës. Njeriu si krijesa më e bekuar dhe më nderuar, e pajisur me mendje, ndërgjegje dhe vlera që e dallojnë nga çdo krijesë tjetër, është thirrur në vazhdimsi solidaritet mes njerëzve. Njeriu është krijuar me qëllim që të përhap dashuri, drejtësi dhe mëshirë, e jo urrëtie, përçarje e shkatërrime. Për më shumë përgjegjësi, unitet dhe shpresë. Le të jetë Bajrami një moment afrimi mes njerëzve, te kalimi ndasive dhe forcim i besimit. Për demokracinë, dinjitetin qytetar dhe të ardhmen e shtetit. Ditën kur zëri i popullit përcakton rrugën që do të ndjekim. Është dita kur vota bëhet forcë, përgjegjësi dhe shpresë për të mbrojtur të ardhmen tonë me guxim, unitet dhe vizion. Andaj, ju bëj thirrje të gjitha forcave politike në vend që fushatën ta zhvillojnë me dinjitet, maturi dhe respekt, larg gjuhës së urrëties dhe përçarjes. Le të garohet me ide, vizion dhe përgjegjësi ndaj dheut. Kosova ka nevojë për unitet, bashkëpunim dhe institucione të forta që i shërbejnë popullit dhe mbrojnë të ardhmen e vendit tonë.
I dërguar I fundit për njerëzimin mbar, Muhamedi a.s. ka thënë: më I dashuri tek Zoti është ai që është më I dobishëm për njerëzit. Ruajtja e vlerave morale, kultivimi I ndërgjegjes, edukimi shpirtëror, përgjegjësia individuale shoqërore, paqja e brendshme, solidariteti njerëzor, respekti reciprok dhe përkushtimi ndaj së drejtës përbëjnë virtyte themelore që duhet të karakterizojnë besimtarin e devotshëm dhe të drejtë. Megjithatë, me dhimbje të thellë themi se po jetojmë në një botë ku luftrat, konfliktet dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë të pafajshme çdo ditë. Gjaku I fëmijëve, grave, pleqve dhe civilve të pambrojtur po derdhet për interesa politike, ekonomike, gjeostrategjike, duke tronditur rënd ndërgjegjen njerëzore. Në vend të paqes dhe humanizmit, shpesh po mbizotrojnë urrejtja, dhuna dhe interesat që shkelin mbi dinjitetin dhe jetën e njerëzve të pafajshëm. Andaj në këtë natë feste e reflektimi, mesazhi I Bajramit bëhet edhe më I fuqishëm, kur ne zgjedhim paqen para urrejtjes, dialogun para konfliktit dhe humanizmin para interesave që sjellin shkatërrim. Sakrifica dhe solidariteti që simbolizojnë kjo festë na ftojnë të mos heshtim përballë padrejtësisë, por të lutemi dhe të angazhohemi për një botë më të drejtë, më njerëzore dhe më të sigurt për të gjithë. Në këtë natë të Bajramit, ju uroj që në familjet tuaja të mbretëroj paqja, harmonia dhe begatia. Zoti I pranoft lutjet, sakrificat dhe veprat tona të mira, ndërsa zemrat tona I mbush me mëshirë, dashuri dhe shpresë. Me fat festa e Kurban Bajramit. Që nderuar, pas këtij urimit të rënavës, tani është koha për bisedën në studio me imamin Bekim Jashari. Zoti Jashari, mirë se vini në Info 2. Mirë se u gjej. Dhe urime Kurban Bajrami juve dhe gjithë atyre që përfaqësoni. Faleminderit, urime juve, stafit të televizionit DTV në këtë ditë të bukur të kremtës edhe të festës së Kurban Bajramit. Urimet më të bukura u adërgojmë shqiptarve anë e kënd botës. Zoti Jashari, spari, ku e falet Bajramin edhe e falet në të njëjtën vend ku çdo herë bëni, apo ndroi këtë vetë në diçka? Po, unë jam në detyrë të kryemamit të llapit dhe kësaj radhe sot, pra fala dhe mbajta ligjëratën kryesore të Kurban Bajramit në xhamin e fshatit tim me bashkëfshatarët e mi në Obronç të Podujevës. Dhe kaluam momentet më të bukura, sepse u takuam, u përgëzuam për këtë ditë bukur dhe në njëjtën kohë u takuam me njerëzit të cilët ka kohë që ndoshta nuk I kemi parë për arsye të ndryshme, sepse disa prej tyre nuk jetojnë në fshat, disa I kemi në Mërgate, kështu me radhë. Ndaj dita e sotme është ditë e buzëqeshjes dhe ditë e rifuqizimit të shpirtit tonë në raportet tona njëri me tjetrin. Po, Zoti Jashari, çka do të thotë pse Kurban Bajrami? E dim pak a shumë ne, por për shikuesit, pse Omet, pse të jetë festë e sakrificës dhe solidaritetit? Nderumi Beadin, mendoj nga mësimet islame, të cilat ne I kemi parë, është para se të flasim për sakrificën, është shumë rëndësishme se dita e djeshme ju transmetuat edhe urimin e Zotnit Rënavës. Dita e djeshme ishte një ditë e veçantë e kalendarit islam, për arsye se haxhinjet janë nga mbar bota që quhet një kongres I besimtarëve të besimit islam, që kryen një nga ritualin e haxhit. Në të njëjtën kohë është edhe gjithë haxhinjet nga mbar bota mblidhen atje, sepse është një rikujtim I historikut të babait të pejgamberve që është Hazreti Ibrahim a.s. e të cilin Zoti e ka cilësuar, e ka konsideruar përmes Kur'anit famë madh mik të tij, dhe pra është një rikujtim. Dhe në njëjtën kohë është edhe një tentim I secilit për të u rikthyer në jetën reale. Cila është jeta reale? Është pastrimi I mendjes edhe I shpirtit. Por mbi të gjitha, në mendimet e komentatorëve të Kuranit, edhe në syrin tim, në shikimin tim,
shoh diçka dhe shumë më të rëndësishme në këtë ditë. Pra, kam fjalën për ditën e djeshme që është dita e Arafatit, kur haxhinjet, sepse vetë haxhi është qëndrimi në Arafat qoftë edhe për një moment, siç e përmend edhe pejgamberi i dërguari Muhammed alayhis salam. Komentatorët kanë thënë se në këtë ditë ka zbritur citati i fundit i Kuranit. Pra, është përmbyll shpallja e Zotit drejtuar njerëzimit. Citati që Zoti thot, o njerëz, bëhuni gati për ditën kur do të dilni para Zotit. Dhe në atë ditë do të merrni atë që keni vepruar, dhe askujt nuk do i bëhet padrejtësi. Pra është mendimi komentatorëve. Përderisa ne flasim shumë për citatin e parë që ka zbrit në Kur'an, lexo, e që ne e themi është kryetitull i librit të shenjtë, Kur'anit, atëherë ne duhet të flasim për librin e fundit, për tekstin, për citatin e fundit, që është librin e fundit në Kur'an. E ky është që Zoti na drejtohet neve me butësi. Bëhuni gati për ditën kur do të dilni para madhërisë së Zotit. Dhe do shpërbleheni, do ta merrni atë të cilën e keni vepruar. Dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Dhe në këtë drejtim mendoj që këto janë momente të bukura kur njeriu rishikon veten në raportet e tij me Krijuesin, me Zotin, në raportet e tij me njerëzit, në raportet e tij me farefisin, në raportet e tij me të gjithë pa dallim, pa marrë parasysh cilit besim kush i përket. Raportet tona, këto festa janë frymë e ringjalljes së diçkaje të mirë, të brendshme, të shpirtit që duhet rrezatoj edhe të tjerët të jenë të dobishëm, të kenë dobi nga ona aspekti yt dhe personaliteti i ndërtuar mbi parimin dhe besimin shumë të brendshëm dhe shumë intim dhe shumë personal të personit, të individit me Zotin. Po, çfarë do thotë Kurban Bajrami? Janë sipas saj janë 3 dimensione që i ka Kurban Bajrami, që është dimensioni fetar ku falet Bajrami, dimensioni social ku vizitat familjare, ndarja e mishit me të vartin nga kurboni dhe therja kurbonit dhe ndarja e mishit. Por edhe vizitat familjare dhe që thash pajtimi mosmarrveshjeve etj. Do të ka shumë dimensione kjo. Sa është, si me thonë, themi i përqafueshëm nga qytetarët e Kosovës, duhet qenë me shumicë muslimane, a i respektojnë gjitha këto? A është ky momenti kur i bashkon gjithë qytetarët Kurban Bajrami? Po, edhe festa e Fitër Bajramit, po me që jemi në festën e Kurban Bajramit. Unë mendoj që po e them këtë të fundit që e potencuat. Mendoj që fuqizimi jonë, kam frikë, se po është fuqizim dhe raport i bukur vetëm gjatë ditës parë Bajramit. Megjithatë, është tim tjetër kjo. Përderisa Fitër Bajrami, që është se ne kemi besimtarët musliman, kemi 2 festa, fetare, islame, qendrore, që është Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami. Kur e themi këtë, se janë 2 festa, fetare islame, nuk duhet që dikush ta keq kuptoj me dashje, pa dashje, se ne po anashkalojmë festa tjera. Është rëndësi të sqarojmë për opinionin të teleshikuesit tuaj. Konsideroj që ne kemi festa dhe kremta individuale. Secili person ka një të arritur të vetën në jetë. Dhe ne nuk duam që të kemi njerëz që nuk kanë asnjë të arritur. Dhe ne po nisemi nga rregulli i mirë se të gjithë kanë një të arritur. Të gjithë kemi një datë. Të gjithë kemi një kujtesë. Të gjithë kemi diçka të gëzuar, është fjala. Dhe ne e kremtojmë individualisht në mënyra dhe forma të ndryshme. Pastaj kemi edhe kremta tradicionale. Njerëzit, sepse Kurani nuk ka ardhur, edhe shpalljet e Zotit, edhe dërgumt e Zotit nuk kanë ardhur për me ja ndalu njerëzve gëzimin. Ne duhet të gëzohemi në të arritura edhe individuale, edhe tradicionale. Ne duhet të gëzohemi dhe të kremtojmë, por nuk duhet të ndalemi aty, dhe duhet të rrugtojmë.
Ne kemi edhe festa kombëtare. Tash, kur e themi ne besimtarët muslimani kanë dy festa, Fitr Bajramin, Kurban Bajramin, nuk kupton se nuk ka festa tjera. Përkundazi, a ka festë më të madhe tek ne shqiptarët se 28 nëntori. Tash kur flasim në aspektin etnik, nacional. Ne para se t'i takojmë do një besimi, ne i takojmë një përkatësie etnike që ne ka zgjedhë Zoti. Një gjuhe, një zakoni, një kulture. Ajo është kultura, zakoni, tradita, gjuha, etnia, përkatësia jonë, identiteti në shqiptarë. Kurse besimet tona e begatojnë, lloj-llojshmëria e besimeve e begaton një kënd. Kur ata i mbledhin ato forca, atë fuqit përbashkët, për me i shërby kombit, me i shërby vendit. Prandaj, nëse po e ndërlidhi, kur kryet Fitr Bajrami, ne kemi vitrat. Në Bajramin e Ramazanit. Jënë vitrat. Esenca është se këtu kemi kurbanin. Edhe dhënja e vitrave, edhe dhe prerja kurbanit. Quhen është sakrificë. Sepse ti po sakrifikon pasurin tënde. Për çka? Për një kauzë. Cila është kauza? Ne shpesh e themi i kemi ndihmuar filanit. Po i ndihmojmë filanit. Ka nevojë filani, është i varfër filanit, duhet i ndihmojmë. Është e vërtet. Mirë po, mos harrojmë, i varfëri ka hise në pasurinë e të pasurit. Në rregullat islame. Apo na shpjegon? Po. A na shpjegon për shikuesit, për ata që nuk e din pse duhet prehet kurbani? Pse ka mbet? Si ka ardhur me prej kurbani kjo sakrificë? Për ata që se din sigurisht, sepse ka një mos e madhe që e din. Kurbani është në dispozitën islame. Kurbani daton nga babaj i pejgamberve. Babaj i pejgamberve, siç edhe Zoti i tha Muhamedit, i tha, thua ju, ta ndjekim fen e pastër të Ibrahimit. Sepse Ibrahimi nuk ishte nga idhujtarët. Kur themi nga idhujtarët, nuk kam për qëllim idhëtarët e librit. Sepse ka dallim idhëtarët e librit dhe idhujtarët. Idhëtarët e librit, edhe ne jemi idhëtarët e librit. Ne jemi në fenë e Ibrahimit monoteiste. Dhe nga Ibrahimi daton sakrifica e prerjes kurbanit. Dhe në praktikën islame dhe të muslimanëve ka vazhduar kjo praktikë sepse Ibrahimin në kuptimin tash, në kuptimin unë e mendoj, vullneti i tij, gatishmëria e tij para madhërisë së Zotit që ta sakrifikoj djalin e tij Ismailin. Tash ne nuk themi atë kuptimin sepse Zoti nuk unë po e mendoj kështu. Dhe askush nuk mund të më gjykoj pse unë mendoj kështu. Unë e shoh kuptim alegorik. Nuk e shoh kuptim klasik. Se Ibrahimi e mori djalin e vendosi dhe deshi ta prej. Kurani e përmend. Por Kurani e shpjegon, po Kurani e nxjerr thelbin e kësaj ngjarje. Thelbi duhet nxjerrë. Cili është thelbi? Po, sepse shpjegimi janë më të gjata sigurisht. Ibrahimi, dërguari i Madhit Zot, ishte i gatshëm edhe birin e tij ta sakrifikoi për Zotin. Dhe nga aty daton pastaj edhe kjo prerja një kafshë për hir. Që Zoti nuk e la ta sakrifikojë djalin, por normalisht në natyrë. Ju tha që do ta bënin një ajo hynoria nuk thret në prerjen e djalit. As të vajzës, hynoria. E kupton çka është hynoria? Madhnia e Zotit. Lart madhëria, i lavdishmi Zot. Ai ka lënë gjërat janë të natyrshme. Na e marrim kuptimin e fesë në natyrshmëri dhe në kauzë. Dhe kauza këtu e kurbanit është kauza gatishmëria jote me jap diçka, me prej një kafshë, me shpërnda mishin, me ndihmu të varfërin, nevojtarin, por ajo që është e bukur këtu, nuk prehet kurbani vetëm për të varfërit. Sepse në rekomandimet profetike i jepet një pjesë ndalet për vete, një pjesë për të varfërit dhe një pjesë i jepet atyre që kanë. Pse? Sepse kjo dëshmon dashurinë, kjo dëshmon fuqizimin e lidhjeve, kjo dëshmon
unitetin midis pjesëtarëve të një populli. Jo domosdoshmërisht, domethënë që veç një kategori, që ka nevojë. Jo, nuk është domosdoshmërisht. Po kjo është lidhje për të gjithë, pato ose s'pato. Po, për çfarë duhet ne, për shembull, kemi raste që qytetarët tonë pyesin, po ky nuk po e merr, ky po e merr, ky fundja nëse nuk e merr askush, të lejohet me ndal për vetë krejt. Fundja. Mi po esenca është... A është pranimi me që e përmendë këta, është e duhur mos pranimi, si pas asoj që ju e dini dhe shpjegoni, mund ta shpjegoni në aspektin fetar, sepse dikush kur dën të bëj mirë dhe kur dën të ofrohet në aspektin fetar, miqësor, nuk është se po të bëtë që thojmë në popull, po të bëtë qirak po të bëtë shpi, por është një solidaritet ku po e shprejaj dhe cila është pse do duhej ose a është mirë ose a bën keq. Që nuk e pranon, ha? S'po them që bën mëkat, po a bën keq nëse nuk e pranon. Një farë forme. Ne erën që po themi tha, po e bën erë. Po e bën keq. Më mirë është mos me pranue, se me pranue e me hudh në bëllëk. Jo, largasojna po themi. Jo, nuk është largasojnaj. Sa ja sigurisht është edhe me keq. Për fat keq çfarë ne dëgjojmë është, po nuk du të hyjë në ato çështje. Sepse është e tmerrshme, mirë po, dhuratat, shpërndarja e bamirësisë, e dhuratës, e sadakës, e kësaj, kjo vetë sa në duhet na fuqizoj, duhet mirët në të kuptimin e fuqizimit, mirëbesimit, dashnisë mes neve. Sepse ajo, kjo pjesë e kurbanit mund të jipët edhe të pasurit. Mund të jipët edhe të pasurit, nuk është kriter të prejet të jipët vetëm të varfërit. Sepse i varfërit nuk ka nevojë vetëm për kurban Bajram. A ka nevojë gjithë. Pastaj, ajo që e bëjmë një gabim, qoftë në, sidomos në vitrat kur përjen Fitr Bajram, dhënia e vitrave për të afërmit. Vllau, vllaznive, motrave, kush e ren vetë tjerë. Na duhet të ndërtojmë një diçka e cila është në vijimësi. Nuk duhet të ndërtojmë diçka vetëm sot për sot. Ne duhet të vujmë themelet dhe Islami ka vu themel edhe të bamirësisë, edhe të sakrificës, edhe të gatishmërisë, sa është njeriu i gatshëm. Badin, që tash unë dhe ti, po e bëjmë një aksion humanitar, bamirës, ose quaje si duash. Po e bëjmë një aksion. Dhe unë po jap 2 euro, ti po jap 3 euro. Aja tje ka mërmoni ju një ndërum, Bekimi po jap 5 euro. Nuk është tema këtu cili e kemi keq. Qasja jonë, se njoni e ka keq është gabim, qasja jonë është që të tretë e kanë mirë, por njëri e ka pak më mirë. Qëka do të thëtë? Sakrificën e bëm pak më të nalë se tjetëri, me gjitha tretë kanë sakrifiku. Kanë jabë diçka. Pra, feja nuk ka orë me vështirësu gjënët, feja ka orë në rafshin... Po, dhe sakrifica si pas mundësive, si po që po thoni jo. Po, normalisht si pas mundësive, se edhe shkurja në haqë është farzmi, po si ki mundësi mos shka. Si ki mundësi mos shka. Ramazani e farz për shemull, mi po, s'ki mundësi me agjeru, mos agjerë. Po, janë disa kushtë, aty tani... Ta shëtu është temë, se në nuk jem në Ramazan, adin? Po, se jemi... Mi po gjërat në islam janë të ndërlidhura njëra me tjeta, nuk ndohet. Që ka tolerancë, sigurisht. Ka tolerancë, absolutisht. Nuk është feja, oki, me bo, për ndryshe, ti në zjarë dhe për gjithë... Jo, absolutisht, jo. Sepse emat e Zotit, cilësit e ti, vetë esenca e islamit, thelbet, janë lehtësim mes njerëzve me ndërtu situatat mira, të këndshme, dhe në këtë drejtim për që ta quhemi besimtar. Na shumë pak e kuptojmë, e shikon ritualin e haxhit që kryet, e shikon edhe prerjen e kurbanit. Na duhet ta ndjejmë në shpirt lidhjen tonë me Zotin. Pastaj, këtu edhe janë momente që edhe e pastrojmë mendjen tonë. E shikojmë në gabimet tona që i kemi bërë dje dhe par dje dhe nda njerëzve i kemi hyrë në hak ndoshta. Po nuk ka më bukur se sa njeriu kur pendohet edhe nuk e i kthehet në gabimin mëkatin e madh. As në mëkatin e madh, as në të voglin. Por fundja na jemi njerëz, bëjmë mëkate të vogla, por ne duhet ruhemi dhe lutim Zotin ta ruajmë nga mëkatet e mëdha. Prandaj edhe është lutja, edhe është falja, edhe ekziston falja. Ti e shikon tash për shembull, sot ti gëzohesh kur ishe në xhami, kur ishe në rrjetet sociale, kur ishe këto shqiptarët, pa dallim besimi. E urojnë Bajramin. Po dhe ne urojmë festën e shqiptarëve të besimeve të tjera. E kemi obligim. Sigurisht. Se kështu ruhen lidhet, ne jemi lidhet e gjakut. Lidhet etnike duhet t'i ruajmë. Nuk zëmë t'i shkëpusim. A i që shkëput lidhet nga bën gabim. Këto gjëra janë të bukura, fetë nuk kanë orë për të keq. Po, me që jemi kem të çështja e kurbanit, Zotëri,
thuhet që kurbani nuk duhet të shtyhet për çmim kur shkon ta blej. Kemi par, po du të na shpjegon që to, edhe ka këtu ngritja e çmimit të kurbanëve është bë edhe temë këtë ditëve të fundit që është ngrit shumë jashtëzakonisht të madhe, ndoshta për dikë po bëhet edhe pa përballueshme, themi se ndoshta. S'ka mundësi. A mund na shpjegon që çështjen e. A mos shtyn çmim, ha? A guxon me dikush me lon sot duhesh dhe a është kjo gjuna që thojnë me ushtyn çmim se s'bën se po e blen për sakrificë sa se voba e ke hinë gjuna. Tash ti shkon në pazar. Ka mundesh me sfegu sot tek popull se për qytetar po vlasim. Ja, kuptoj shumë të çontë këtë na. Na jemi një popull shumë i bukur, dhe jemi një popull i këndshëm. Mundesh me shku në pazar me mjet mirë, shkon me ble kurbanin, por aty ndoshta mundesh me hinë gjuna, sepse pola shitse thot nuk guxon, nuk bën më shtyn çmim, merre ka soja kom dhon çmimin atë. Edhe ty çet në situatë pa këndshme. Prandaj shiko, kjo çështja e shtyrjes në çmim për zotin ti e blen kurbanin sa ke mundsinë tënde. Në rregull je. Ti mund t'i thuash është 250, mund t'i thuash a bën 220, 200. Pse jo? Ama mos më shtyn çmim ai thot në emër të asoj që pe hub kinë se vopin, s'tash ai më fillon me të moj ders ty. Edhe ty shtin gjuna, ti mundsinë se kije. Ose të frikson, të po hinë gjunatë, edhe po tash ti shko për se vopë, edhe ti ku mos hinë, prandaj, shiko, ajo do të shko kur gjë të vërtetë to. Po jo, më shko të vërtetë, nëse dalë blej një dhe unë e shtyna pas pse jo, nuk ka mundësi t'japën bie fjala sa thot ai. Po shitsi nuk guxon ta shfrytëzoj momentin. Pikërisht edhe kjo, sepse ka kesh përdorime të çmimit, sepse kur hyp ta zon prej 200 në 400 mbrana një viti, a unë shumë. Ja, në emër kënë se po hinë gjuna, pse po shtyhesh në pazar, unë e kam që. Ja, nuk guxon kështu, ja, shitësi, është e rrezikshme të shfrytëzohet situata dhe të ngriten çmimet momentale për me përfituar diçka në kurriz të një kauze, si mas disa shizve t'jemi, nuk guxojmë për vlerë, zotë në arrujt, po në emër të asoj që mos pyet për çmim se hinë në gjuna ti. A ky që po ta ngrit çmimin, ky s'po i ka në gjuna. E ti pse hinë në gjuna mi thonë jo, nuk e ka mundësin këtë çmim, çmimi aktual nuk është kë, nuk është ky çmim aktual, nuk është ky çmim real, edhe në rregull jem. Prandaj po mëre pse jo, nuk mujune me shku sot të taj pja blej, jo. Shfrytëzuesit duhet kemi kujdes, mos bëhemi shfrytëzues të momentit. Ne si shitës duhet jemi sepse drejtësia është çështje e madhe. Fitimi halal është çështje e madhe. Shfrytëzimi i situatës aktuale, sidomos të kurbanit, duhet kemi të kujdes shumë, pra në këtë drejtim. Pra, qytetari ka të drejtë të bisedoj mbi çmimin e deles, apo të ndonjë kafshë për cilat ka vendosur me blej. Ka të drejtë ta diskutoj çmimin. E çështjen e njetit, e synimit, e qëllimit të blerësit, ai e din për çka po e blen, sepse ai ka vendosur me bëni sakrificë për hir të Zotit. Ai po jap tollat e veta, ai po e blen kafshën, ai po e pren, ai po e shpërndon. Do thot, ai ka kryer një diçka madhështore. E shica duhet të jenë sa e ka hakun, që thot gjem populli hyn, sa ke hakun, ky është hakun, rregull jem. Po, sakt. Kthehemi edhe një herë tek çështja kur qysh në fillim e përmendet tek çështja e haxhit, pikërisht tash kryhet, do po bëhet haxhillaku. Cila është, e dim që është farz për të shkuar atje, por çka do të thotë haxhi? Kush e ka obligim? Ku a do të bëhet patjetër? Dietarët musliman kanë, jo dietarët, po është thënia e pejgamberit alayhis salam, kërkoj falje, kanë radhit konditat e islamit. Se nga një herë ne është shumë e rëndësishme beadin, nuk e di sa kemi kohë. Po, patjetër kemi kohë sa dush. Është shumë e rëndësishme të jemi të vëmendshëm në terminologjinë. Për shembull, kurbani nuk e ka gradën e haxhit. Kurbani nuk ka farz. Kurbani nuk ka farz. Por është një dispozit më poshtë se farzi. Është vajib në shkollën juridike hanefite. Edhe pse nuk jam studiues i thellë i shkollave juridike, tash me mirë kuptim. Po, patjetër. Sepse nuk jam prej atyre xhallarëve që ato mpysh me unë i di. Këtë i di.
Jo, nuk i di. Ne dim pak. Por mendoj dhe duam të dim mjaftueshëm se në vitet qytetarëve tanë. Ne nuk aspirojmë gjithdijen. Sigurisht. Sepse atë ka vetëm madhëria e Zotit. Prandaj, konditat janë gjëra tjera. Konditat. Farzët janë gjëra tjera. Kondita është mbi farzën. Kondit është mbi farzën. Farzë është detyra apo obligim. Ka dikush që thotë është detyrë, dikush është obligim. Do të më shiku fjalorin e gjuhës. Unë e shoh farzën e shoh obligim, por obligim në mundësi. Nëse themi detyrë, atëherë duhet të detyrohet nga dikush. Çdo veprimtari që bëhet me detyrim nuk ka forcë sevap. Por mos më s'ka hiç. Po këtu janë terme gjusore pastaj. Pra, kurbani është në shkollat juridike, në Hanefit është vajxhib, në shkollat juridike 3 tjerat është sunet praktik e fortë e profetit. E dërguamit ton Muhammed Mustafas. Dhe haxhi është ata që kanë mundësi financiare, për shembull. Në jetë duhet me i radhit nevojat. Është më rëndësi individi me ditë çka ka nevojë. Bie fjala edhe namazi, agjerimi, zeqati edhe 5 haxhi. Nëse dikush nuk i ka këtu për haxhit asnjë, as namazin, as abdesin, as agjerim, kur as zeqat. Dhe papritma si bëhen mundësit financiare me shku në haxh. Shkon në haxh, do të e kryen të 5 e Islamit. Realisht kjo ka kry, po pak paren. Sepse Kurani e thot bukur, kur hyni në për shtëpit tuaja hyni për dere. Na dhe këtu në emision dhe të vë na hi për dere, nuk i na hi për dritarje. Sigurisht. Po Kurani nuk ka qëllim a hyni për dere, apo qëllimi është nisni punë me rend, e marë, e mirë. Ato që s'kërkojnë është çështje financiare. Po, s'kërkojnë. Sepse në Islam edhe fjala e mirë, sadak. Buzëqeshja sadak. Po tash nuk po thonë buzëqeshja ti me dol në dera aty me net me buzëqeshje. Njofte pa një, nuk është ai qëllim aty, po është fjala respekti ndaj njerëzve. Kushdo që i ka mundësit e kryen haxhin. Si ka mundësit nuk e kryen haxhin. S'ka obligim. S'ka obligim, nuk ka obligim. Nuk ja obligon pa tjetër që me bo çmos për të shku, për ta kryer diçka që thotë. Nuk mundesh me thonë. Por edhe kur i ka ta zëm agjerimin, zeqatin, edhe falje, domethënë i kryen të gjitha vogëlet, edhe kjo nëse s'ka ta zëm mundësi financiare, nuk është se bën gabim ose i hu vlera këtyre tjera. Jo, nuk e hu vlera. Çdo gjë që e bën nuk u vlen. Dikush mund të thotë që janë 5 shtyllat e Islamit dhe po se bëre njërin, ndoshta tjetra nuk llogaritet shumë. Por siç e thatë edhe ju që duhet shkohet me rang kjo. I nderuam Beati. Se kjo kërkon kosto të mëdha financiare, sidomos tash këtë kohë që ju e dini që është ngrit jashtëzakonisht shumë çmime. Po çmimet kështu ndërkombëtare tash na po e shohim edhe çmimi edhe ujit. Na kemi prodhim ujin tonë, kemi këtu edhe është ngrit. Domthon çmimet aty nuk jemi në ekspertë ekonomistë. Po do të them për shkak të që e bën më shumë më të vështirë financiarisht për shumë njerëz, se s'po them që a di çka është e rëndësishme. Unë çka e shoh shoqërinë tonë dhe e dua ta shoh edhe te ligjëruesit fetar, kolegët e mi, hoxhallar. Do punë është mirë me thonë nuk di. Disa punë tjera është shumë e rëndësishme me thonë Zoti e din. Edhe disa të tjera është mirë me thonë, po ja lom Zotit se ndoshta janë sekretet thella të tij, të urtësisë së tij. Nëse më lejohet me përmend një rast. Një student mësonte në Egjipt, në Kairo, dhe dëgjonte ligjëratën një stat kuranor.
Ai citati, se nuk po du me dalë prej temës, Po. po du me u këthyn atë që e thash. Një citat thot, ku do që ishini paganët i dhujtarët, goditni. Citati flet për gjendjen e luftës, nuk flet gjendjen e paqes. Tash kur ne interpretojmë për qefet tona, dhe kur duhem ta sulmojmë ndoshta një besim fetar, Kur na kanë venonës, po, na duhet me fol parimisht, do të me fol si studios, nuk do të me fol me se në këtë dynjë dikush po flet me dëshira, dikush po flet me guxim, dikush po flet me forcë, dikush e ka qit forcën para arsyes, ne duhet të flasim me arsye. Para çdo gjë tjetër duhet ta kemi arsyen. Dhe del rrugës duke shkuar në shtëpi, thot po hyn këtë xhami, po e pyes këtë hoxhën për këtë citat që e dëgjova në studime, ku do që ishini, goditni. Kur e pyetët hoxhën, thot, po, ashtu shkruan, vepra ashtu. Mirë, shkon të tjetri, rrugës, ky pore nuk i pëlqen. Shkon të tjetri, a i thot, djali im, biri im, mos u got. Jenë do punë që jenë vertë Zotit. Mos t'jemi ma anej. Shumë është 1.000.000 disa, na deshëm aty të ndërë të Zotit janë, por është mirë arsyeja jonë, logjika jonë, kultura jonë, edukata jonë, me njerëzve me ju dërtu edukat që ka njerë me thonë, ja, këtë që është e Zotit nuk po shkrim anej. Mos t'i qesëm tavolinë për diskutim. Po, është e Zotit, urtësi e ti, për shembull shumë herë bisedohet, e kush ka me hinë xhenet, e kush ka me hinë xheneme, po ka dalë, o vllai nderuar, o zotëri nderuar, zojë nderuar. Ka dalë. Zoti e di mas miri. Unë keq ka fola këtu për ajo sot. Unë personalisht mendoj që e kam mirë. Se post mos mendoja nuk du të thoja. Mi po Zoti e di mas miri. Pra për fund taj e vlerësoj. Ai e di mas miri e ka, mira jo. Po. Zdjashori, po vlasim pak për çështjen e festës se sa i bashkon njerëzit në ditë sodit. Në këtë themi zhvillim, në këtë kaos? Këtë kaos, më sta quj, A është kaos a nuk është? Ju si gazetar duhet na tregoni. Po më tregon sa ka mbet kjo lidhja mes qytetarëve, farefisit, familjarëve, miqve, sidomos në këtu festat fetare, do thot tashojmë në këtu bajrame, do thot çoh për Fitër Bajram, çoh për Kurban Bajram, që jemi tash, sepse përpara, na kemi këtë themi përpara, më herët ka pas një lidhje më të madhe, me ditë tona është mbajt bajrami, ku kanë shku vizita. Po, qështë është to? A ka ndru që kjo, apo vazhdon hala me pas qatë rëndësinë e njëjtë? E lexova e ndjek shumë, një profesor në Bruxelles. I ndjek publikimet e tij, është nga Shqipëria andej Drinit, dhe bile sot e lexova më interesoj se mund ndërlidhke me këtë pyetjen që ju po e thoni. Në të kaluarën shtëpia jonë ishte shtet. E jo adresë. Shtëpiat tona nuk ishin të mëdha, por kishte harmoni. Dhe në shtëpiat tona i modhi ishte kryesori i familjes. Et mos flas si ka qenë rregulli dhe rendi shtëpiak deri në kohët e vonshme, deri pas përfundimit të luftës. A mund të them që festat po na ndërtojnë dhe po na forcojnë edhe më shumë në lidhjet tona? Jo, për fat të keq. Unë që 26 vite legjeroj në Llap dhe Kosovë. Asnjëherë nuk kam qenë edhe vazhdoj të mos jem pesimist. Ne kemi sot për fat të keq, e thatë ju Kosova një shtet shqiptar me shumicë besimit islam. E thatë. Por, për fat të keq, vetëm 2 kremtat e Bajramit kër i kemi, atë ditë jemi pak ma stabil, ose ndo një fest ditën e pavarësisë 29 nëntorit, ose kur luan kombëtarja ku që zim futbol, kemi gëzim e zvetë. S'poj pa dërhyqë të zëroj,
Pse veç 28 nëntori, se kemi edhe festën e 17 shkurtit, e kemi edhe kombëtarën e Kosovës futboll. Për bez zotit. Se do të basi, se unë të kupo që sa do është Bajram edhe s'po du me jale, po që 2 herë ju të ma përmendi qysh edhe po ma lesë jonash. Nuk muj mi thy parimet e mia, nuk muj të thej parimet e mia, sepse kam edhe ndjekës të cilët më njohin, edhe të cilët gjithmonë më kanë përkra në ruajtjen e parimeve dhe më kanë thonë ruaj parime dhe më pëjruaj parimet. Nuk mund të thej parimin. Po pëse thajet parimi me përmen 17 shkurtin % kanë vdek shumë dëshmur? Dëshmorët? Dëshmorët... Për lirinë e Kosovës? Dëshmorët e kalojnë çdo dimension geografik. Regull. Aja s'ka dilem, po ushtëria shlirimtare e Kosovës, për shlirim të Kosovës. Po, s'po imani nëse... Ushtëria shlirimtare e Kosovës nuk është e Kosovës, është e kombit. Ishte mbetet e përjetshmja e pavdekshmja shkojnë edhe ata. Se jemi të Po, s'po dolë në ti. Mirë po, vazhdoj të qëndroj në 28 nëntorin e lavdëshëm dhe vazhdoj të qëndroj në ditët pra kur kemi gëzim. 28 nëntori, kur luan kombëtarja jonë Kuqezi, për shembull, kur janë 2 bajramat, populli ynë ka gëzim. Unë gëzona kur luan edhe kombëtarja e Kosovës. Gëzona edhe për 17 shkurt. Tash, kur ka këtu, mas këtyre, sot, i nderuar Behadin, po kemi problem, vëlla. A shikon sa ofendimet janë në rrjetet sociale? Po pse është bo që kjo mungesë tolerance? A është jeta dinamike, punta, po për shkak, pse është bo që kjo kur as për Bajram, themi 1 ditë, 2 ditë, ose bën vakia, ju e keni pona është që shkojnë po e festoj Bajramin në shtetin atje, s'po du t'ja përmena në kërkullacion. Po, shkojnë si, po. Pse du të me shku kjo në një vend bregdektar, kur përpara e kemi prit mes familjarëve. Ndjenja ndaj familjes. A qëto po të me shumë e vërtet. Pse është bo që kjo? Po, unë e thash më parë që ta shikoj të parët tonë, për shembull. Në ato situata, na kemi pas, që e thash më parë, shtëpia shqiptare ka qenë shtet. Sepse i nrujt pikrisht këto që po flasim në ti. Uniteti, dashuria, respekti, o respektue i madhi, o nderue i madhi ka pas mëshirë ndaj të voglit. Sot, për fat të kesh, të gjithë janë bërë të ditur. Tash, mere me mend, që a im të bëfur për Bajramin e ti. 10 vjetë bje fjallën të na shikue. 7 kanë më na ofendue. Qka do, që flitet? E qëtë një ushtar i ushtisë shqimtare që ka qenë frotit e luftës, ka vujt, dikush ka bart arme, dikush ka pasojat dhimbjes, sot enden e për duke bart arme të pru vendit mërë me luftu, ai vetëm e të regon këtë ngjarjen e ti, e të regon një burgosër i politik vujtjet mjerimin, 7 e ofendojnë 3, sepse këta 7, kur as shpia horit që o ka po. A diçka, as jo shpia, po as vetja se ka po horin vetës ti. Dhe tash për me mbulu turpin, a i duhet me dollë në skenë. Duhet gëditet se cili që ka bo diçka? Prandaj, kjo gjuhë është e rrezikshme. Une nuk jam i thtarë, se unë për i them këtu para televizionit jo. Këtu ofendime që me bëndi me zveti. Ose nalni, ose mos i thini hoxhëllarët me ju pajtue. Se po thëm drejtën, na kanë lutë nga mi pajtue. Po pse ofendove burë? Atë ka bërsh, jesë në ka bërsh. E mërë e zëtëri. Për të spimin në pasojat. E për mërë zëtëri, a ofendohet mërë figura emblematike e popullit tonë, Rifat Jashari? E për mërë në televizion? Po ofendohet mërë nëna herojve të mëdhejt, familjes legendare, heroike, pavdekshme Haradinaj? Po e normal mërë? Ta një o lajde pajtam. Pse më të pajtu? Mos harro. Të na kur ke shoh, po shprehem kështu, në traditën tonë, kur e ke ofendu dikën i ke pos bërgjë. Po na nuk dojmë me shku, na kemi sot shtet, kemi institucione, kemi... Pra, këtë drejtim, Bajrami e jep mesazhin me ndërtu raportet mira njëni me tjetrin, mirë kuptim. Po na vllaznije më vlla. Po pikërisht, dhe qysh mi ndërtu kur që ai po shkon në plazh atje, petit Bajrami. Po, edhe prej atje ta i merr komente këta dhe e ofendon këtë. Po them unë pse ka ndodhur që kjo kur vend që më nejnë shpejt ta zëm edhe që të pres mysafir, pres ku e di dojen, hallën, nigjen, vllon, të zakën atë tjetrin, ne por ai po ik me musafirëve, çish po pse ka ndodhur? Ai po ik me musafirëve. Sot
2 veta jetojnë një shtëpi, 2 veta jetojnë një shtëpi, dhe diçka thonë, s'po kemi kushtet mjaftueshme për privatësi. Çfarë privatësi ke? Cila është privatësia jote? Kombet nuk janë ngrit përpara me llofe, e me biseda, me polarizime, me diskutime boshe. Kombet janë rrit me figura të cilat janë figura të shqura të arsimit, të shkencës, të kulturës, të teknologjisë, të artit, të muzikës, të sportit. Na, Kosova, Shqiptaria, përgjithësi, me çka ngrisim flamurin lart në vendet botnore? Me çka? Pa të tregon me çka? Cila është veprimtaria? Çka ke bërë? Me çka? Me një Majlinda Kelmendi? Hajde për me të tjerë. Në figurat tona populli ju është ngrit me emra të mëdhej, është ngrit me akademik Recep Qosën, është ngrit me profesor Ismail Kadarin, është ngrit me figurat e luftës heroike dëshmorët e martërt. Apo është ngrit me personalitetet nota që ka posë, rilindasit tonë. Sot, kënë ki studius, shkencëtar, cilë, më trego një shpikje shkencore që më burësh. Ja, unë jam i mirë, na jemi të mirë, babgjyshi jam e konë, zëtëri, babgjyshit ka kriju terenin ty më bo më i mirë se aj. Ruajeni gjuhën, ruajeni etikën, ruajeni njëri tjetrin, duajeni njëri tjetrin, ndihmojeni njëri tjetrin. Këto janë esencat e fesë. Asgjë feja islame kesh nuk ta ka mësua. Krejt islami mirë dhe morë na ka mësua. Po pse pëlqen njerëzve, është e drejtë e tyre në rregull, mi po mua nuk mund të më thot, po as fe tjera monoteiste nuk mësojnë keq. Po që besa dhe ato që s'besojnë monoteizëm hiç, ti ki njerëz Japonia. Është Japonia, që po e mor Japoninë, Korenë Jugore. Merre shembull Japoninë Korenë. Ja, ma të avancumet. Po s'kan bën. Po s'kan bën. Po me janë vend të avancuar në teknologji, në arsim, në edukat, disiplinë, në kujdes. Flet kur duhet, jo kur i teket. Flet ato që e din, jo ato të marrë me menja. Na këtu eksperta krejt atë zonë. E sheh profesor, është profesor doktor në fushët, lëmis fushës. Çfarë do skon si çfarë? Del ky është një profesor atje i një 10 gjuhë të huaja. Ky ko as gjuhën shqipe nuk e di mirë, A, B, C, te gjerma e 4, nolës nuk e di cila është ndër, edhe ky ka thënë që do të më punu aty. Çka është kjo ignorancë kështu? Njet nuk e kemi mingu. Edhe me mor primatin e merr primatin vetëm ai që ka dije. Edhe mos t'i dhon kur ti themi ti nuk i di shkruajnë shqipe. Unë kam emrin Bekim. E kam Bekim. Nuk shënohet. Emri Bekimi ka 5 shkronja, si ka 6. E aja shënë në 6 edhe ënë në fundja që ka, edhe të kalëzën ty qysh po shkon zhvillimet lindjen e mesme, qysh po bëhet arma nukleare atje, qysh, ku pe i di mërë ti? Se qysh prishin jo, la në nënçmuve. Qysh prishin... Jo, hoxha, nuk pësën me bodollëvere, me rajt, me vjetë, nuk pësën, as prifti, nuk pësën ashtu, as një... Pro, mos në detyrojnë me i thonë ti s'di kur gjë. Para mosës me i thonë ti nuk di kur gjë. Unë e kam posë rregull në xhamin ti me 18 vite në xhamit dëshmorët e komit për Dujeve kam thënë. Nxënësve. Po vini më mësu më folë, po. Ma thua alfabet në gjuhës shqipe njerë. Për mensh. E din, po, rrim me mu këtu, në rregull jem. Nuk e din, shko mësu alfabetin tani vjen. Ka që është. Ka orë koha me jadhon vendin se zikë. Prandaj, ne kemi një nga 4 themelues të shkollave juridike islame, Imam Shafiu që thotë. Njerëzit nuk janë njësoj. Mos i trajtoni të gjithë njësoj. Pse me trajtu unë ato e cilin nuk di alfabetin mirë, pse me trajtu? E trajtoj veç atë sot din ato. Por ju aj më mdojnë mu për mi me unë jam kë. Ja, nuk i ajti, ja, nuk i. S'pas në një për ty. Apo thoni zdeshoj që nuk pe din qytetarët këto, ose në Kosovë është bërë ku nuk pe din kërkush vendin e vetë se ku është, ose në profesionin e vetë, jo, nuk pe din. Jo, nuk përbezohet, nuk pe din. Se ka orë kjo është? Sot, për shembull, i shoh njerëzit sa, për shembull, marr shembull në Llap. Pa dashme se këtë truet tona janë ka figurat mëdha. Po për marr shembull aty ku i njeh më shumë. Dhe aty jetoj. Sigurisht. Po i marr, përbes, ka njerëz shqetësohem, kemi figurat të dietarëve, fushave të ndryshme, e shoh që heshtin e për të bime kur kemi. Hesht. Sepse, për me gjunjëzu ata disha i thujnë, këta, tjerët, janë një babën me këtina, ose janë një nonën, ose etiketon me diçka. Kjeske. Kjo gjuhë du të marrë fund. Nuk është morre me qenë njeriu bujk, nuk është morre me qenë blektor,
Nuk është more çfarë do pune që kry nuk o more. është nder, është krenari, është shërbim. Qa do është zgjysh me ndjerës edhe me nderë? Mjeku është që aty, hoxha që tu, kë aty se cili, të jem pozitën tonë këtu ku je, në regull jem. Prandaj... Kush e pruni këtë? Kush e sjolli? Nuk e di. Kush nuk e di. ka erdhi? Nuk e di. A erdhi nga politika, a nga mungesa e arsimit cilësor, apo e çkafit mund tjetë kjo kështu, ku një popull është në një themi katrahur, ku se cili e shonë se cilin, do më thonë kjo lufta ndaj njëni tjetrit që është bon, si me thonë, si ta ketë armik, që kesh vra krejt familjen, do më thonë, është një situatë e rëndë, kuptimin e kësajna... Shkurt edhe shqip Beadin nderuam, është kriju kaos. E di shka kaosi? Kaos. Pse, se dikush e bjen këtë? Nuk po du me u shprejsh një terminologi tjetër. Mos jemi ta... Jo, bashkë jemi Bajram. Bashkë jemi Bajram. 30 ditë Ramazan, kemi thënë, djajt janë të mbyllur. Djallin e mbylli unë. Edhe sot djallin e mbyllim në ti. Sepse Muhamedi a.s. ka thënë, më i miri është ai nga gjuha e të cilit janë të ruajtur të tjerët. Nga gjuha, mendja, dora. Më i miri për jush është ai cili është të tjerët janë të sigurt për gjuhës tonë. Pra mungon morali, mungon etika, mungon njohuria, që Besa e përmende shumë bukur e përmende arsimi. Kushtet sot për arsimim, për zhvillim të djemve, të vojzave tona, djemë dhe vojzat tona duhet të tërhiqen dhe të mos kyqen këtë vallet kaosit, por duhet i qasin librit edhe studimeve dhe të bëjnë gara me moshatarët e tyre evropian, të vendeve perëndimore, të zhvillume, qoftë perëndim, qoftë lindje, ku do të qikon një e mirë, mere, mësoje, avancohu, dili për para. Kështu në shë, këtë. Po, Zotëri, për fund jemi këtë në fund, mesazhi juaj për gjithë besimtarët musliman edhe për këtë festë të Kurban Bayramit. Mesazhi im është të punojmë, e të mësojmë, e të zhvillojmë vendin tonë shumë e panal, sepse është amanet prej Zotit, kjo tokë e jonë është amanet që na është dhonë neve. Ta ruajmë e ta ndërtojmë këtë amanet. Ky vend, ky shtet, mbar shqiptar, është amanet prej të madhit Zot. Dhe na duhet ta ruajmë. Ndërtoni edhe krijoni raportet mira, ruani lidhjet e gjakut, lidhjet me farefisin, me shoqnin, me familjen, të mirën, të keqen kemi me ndo bashkë. Familja jonë është shumë e shejtë. Kush është familja jonë? Familja jonë është toka jonë, është shqiptaria jonë. Pa dallim çfarë besimi kemi. E kemi burg të vendosim secilin nga pak një të mirë në këtë tokë, në këtë familje të madhe të popullit shqiptar. Ndaj e uroj popullin tonë me rastin e Kurban Bayramit, duke lutë Zotin e lartë madhreshëm, që t'i mëshiroj gjithë të parët që dhanë shumë për këtë ditë edhe për lirin tonë. Mësuesit tonë që na mësuan alfabetin e gjuhës më të bukur, e gjuha më e bukur për mua dhe ty është gjuha jonë shqipe. Intelektualet tonë e mbi gjitha të pavdekshme që kanë lënë gjuhën përjetshme dëshmorët e martirët tonë. Na po e shkelim një tokë në ndhejen eshnat e dëshmorëve, herojve, mësojzve dhe intelektualve tonë. E Zoti më shiroft ata, e ne gjallëve na bëf që të ecim rrugëve e gjumëve të tyre dhe t'i fuqizojmë ato që ata na lanë neve amanet. Po, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, ne kaq ishim për sot. Unë ju uroj edhe një herë festën e Kurban Bayramit e ju përshëndes shumë deri nesër, bashkë miropafshim.